Thuhet se mendimi ka shpejtësinë më të madhe në univers. A është e vërtetë kjo? Shkencëtarët kanë parë që shpejtësia e sinjaleve nervore është rreth 120 metra në sekond. Sinjalet më të shpejta, domethënë me 430 km/h. Dhe kjo shpejtësi është rreth 2.500.000 herë më e ngadalë se shpejtësia e dritës. Por për ne, kjo shpejtësi është maksimumi i konceptimit të mendimeve, maksimumi i shpejtësisë që ne mund të mendojmë. Dhe për ne, shpejtësia 430 km/h, shpejtësia këtyre neuronëve që lëvizin këtë shpejtësi, është maksimumi i shpejtësisë sonë të konceptueshme. Këtu shihet se sa pak konceptojmë ne në krahasim me shpejtësitë e natyrës, sidomos me shpejtësinë e dritës. Domethënë ne jemi 2.500.000 herë më të ngadalë se natyra. Megjithëse neve na duket sikur kemi shpejtësi më të madhe të mundshme. Kjo tregon për kufizimin e mendjes tonë. Ka njerëz që thonë që unë mendova për galaktikën e cila është në fund të universit në moment. Domethënë shpejtësia e mendjes është e menjëhershme praktikisht. Dhe drita normalisht do miliarda vite që të shkojë deri në galaktikë. Realisht ta mendosh për një objekt nuk do të thotë që të shkosh atje. Ai objekt atje ndodhet në trurin tonë dhe ne thjesht aksesuam një memorie që e kishim në mendje, që na jep në iluzionin sikur shkuam atje larg. Fenomeni më i shkurtër në kohë apo ngjarja më e shpejtë që mund të konceptojë mendja e njeriu është ajo që zgjat 0.03 të sekondës. Fenomene ngjarje më të shpejta se kjo, mendja nuk i koncepton dot. Duket sikur ato ndodhin në moment pa kohë. Ashtu siç edhe syri nuk percepton dot gjëra që ndodhin më shpejt se 1/10 e sekondës. Për shembull, plumbi që kalon nga malja në djathtë përpara nesh, ne nuk e konceptojmë, ne nuk e shohim dot që ai po kalon. Duhen kamera ngadalë për ta parë. Domethënë, shumë fenomene që mund ndodhin në rrotull nesh dhe që ndodhin shumë shpejt, në varësi të shqisës, mendjes, syrit e tjera, ne nuk mund t'i konceptojmë dot që po ndodhin. Por duhen eksperimente shkencore, duhen aparatura mace shumë më të saktë që ka bërë njeriu që të mund të shohë fenomene më të shpejta në kohë. E ti ngadalsoj dhe ti shohë, e ti studioj.